Dy zyrtarët policor të Departamentit të Policisë Kriminale dhe Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar, në bashkëpunim me Komisionin për Vlerësime të Plotësimit të Kushteve në aspektin e hapësirës, pajisjeve dhe personelit për marrjen e lejes për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, kanë realizuar një urdhër paraprak nga Ministria e Shëndetësisë në bazë të urdhërit paraprak nga Gjykata Themelore e Gostivar. Kanë kryer bastisje të jashtëzakonshme në një kompani që zotron leje për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore në pronësi të personit AK 52 vjeçar nga Republika e Shqipërisë dhe AR nga Bosnia e Hercegovina. Kontrolli dhe kthyrja e objektit u krye në praninë të njërit prej pronarëve dhe drejtuesve personit AK dhe punonësit GI 39 vjeçar nga Republika e Slovenisë, me vendbanim të përhershëm në fshatin Sedllarce e përme Tetovës, si dhe janë konstatuar një sër paregullësish lidhur me procesin e kultivimit të bimës kanabisit, e cila është në kundërshtim me ligjin për kontrollin e drogave narkotike. Për këtë arsye dyshohet se prodhimi i kanabisit ishte i destinuar për tregun ilegal. Gjithashtu është konstatuar se kanabisi po thahej në 2 salla dhe në njërin nga sallat u gjetën 9 fuqi plastike të mbushura me produktin përfundimtar lulen e tharë të kanabisit, për të cilat personi juridik nuk posedon asnjë dokumentacion. Pas udhëzimeve të prokurorit publik të Prokurorisë Publike të Gostivarit, kanabisi i gjetur, bimët dhe lulja e tharë janë konfiskuar dhe i është dorëzuar Agjencisë për Menaxhimin e Pasurisë së Sekuestruar, ndërsa pronari AK dhe punonësi GI janë privuar nga liria. Pas kompletimit të gjithë dokumentacionit, sot Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar do të bëjë kallëzim penal për kryerjen e veprës penale nga neni 95C të ligjit për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope. Dhe të njëjtit do të paraqiten para gjykatësit për procedurë paraprake nga Gjykata Themelore Gostivar. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se, lidhur me privimin nga liria e personave DD 34 vjeçar nga Prilepi dhe IA 37 vjeçar nga Manastiri, të cilët janë denoncuar nga MR 30 vjeçar nga Prilepi, se rreth orës 18 në afërsitë të stadiumit të qytetit në Tetov kanë sulmuar fizikisht në një vetur me targa të Prilepit. Në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale të Byros për Siguri Publike të MPB-s dhe zyrtar policor nga SPB Manastir, janë kryer bastisje në 3 lokacione në zonën e SPB Manastir dhe janë gjetur sende që dyshohet se kanë lidhje me veprën penale. Pas dokumentimit të rastit në Prokurorinë Publike të Tetovës do të dërgohen kallëzimet përkatëse.